vitet marrës bashku. Mbështetje të madhe dhe ndryshime rrënjësore ka premtuar kryeministri Rama për përmetin gjatë prezantimit të kandidatit socialist për kryetar bashkie Gilberto Jaçe. Rama në takimin me banorët ta se përmeti si një qytet me natyrë njerëz të jashtëzakonshëm meriton më shumë, gjë e cila do të ndodh pas 21 qershorit. Plani ynë është që mbas 21 qershorit ne të fokusohemi tek garantimi i ujitjes dhe i kullimit në të gjithë hapësirën rurale të bashkive të reja. Meti meriton të ketë një sistem të infrastrukturës shkollore model. Kryeministri Rama renditi dhe 3 arsye sepse duhen votuar kandidatët e ASH, qoftë për kryetar bashkie apo këshillet bashkiak. Këto zgjedhje spari ka një rëndësi themelore sepse janë zgjedhje që janë të lidhura drejt për drejt me familjen. Këto zgjedhje ka një rëndësi të veçantë për gratë. Për gratë sepse për herë të parë jemi në kushtet kur mund t'ju themi me plot gojën gjithë gravat e vajzave, tani është radha juaj. E treta, po jo për garancia, është fshati. Asnjëherë fshati nuk ka qenë kaq i interesuar sa këtë herë për të votuar në zgjedhje vendore. Në fund të takimit në Përmet, Rama tha gjithashtu prerë se nuk do të lejohet shkatërrimi i lumit Vjos, siç ka ndodhur këto 25 vite me lumente të tjerë të vendit, duke hedhur idenë e krijimit të parkut kombëtar të Vjosës.